krahasu me periudhën paraprake, kur siç e dini buxheti për investime kapitale nuk ka kaluar asnjëherë mbi 1 milion euro. Kjo ka ardhur duke u përmirësuar në vazhdimsi. Kemi pasur 8 milion, 7 milion, 9 milion në vitet e fundit investime kapitale, por ajo që mbetet prap sfiduese e që duhet për të diskutuar është edhe mirëqenia e oficerëve korrektues, mirëqenia e stafit. Kemi adresuar si shqetësim edhe tek kabineti i ri i ministrës, po që po shpresojmë që do të kemi mbështetje, sepse bindja ime është që stafi korrektues duhet ta ketë pagën më të mirë, e sidomos në aspektin e rrezikshmërisë, sepse pothuajse gjysmën e jetës e kalon me të burgosur, edhe natyra e punës është më specifike krahasu me institucionet tjera që nuk ballafaqohen me probleme të sigurisë. Vetë jeni dëshmitar se jeni marrur për një kohë të gjatë me burgje, e dini se sa e vështirë është që një person në momentin kur e fillon punën shkputet prej jetës, prej lirisë, pothuajse është gjysmë e burgosur, karshi komunikimit me familjarë dhe me botën tjetër, dhe i përkushtohet maksimalisht rehabilitimit dhe risocializimit të personave që mbahen në këto institucione, e që ju rrallë herë ballafaqohen edhe me vështirësi, edhe me rreziqe, përfshi edhe rrezikim të jetës së stafit. Në këtë aspekt mendoj që si shoqëri edhe si vend duhet që të bëjmë më tepër dhe oficerët korrektues, edhe pse neve kemi pasur ngritje të pagave krahasu me periudhën paraprake, por që mendoj që në këtë aspekt duhet prap që oficerët korrektues dhe stafi korrektues ta ketë edhe rrezikshmërinë.